Të nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar, të dashur qytetar, kemi hyrë në pjesën e fundit të muajit prill dhe para vetes, siç e dimë të gjithë, kemi një afat kushtetues i cili po afron. Shkuara në zgjedhjet parakohshme parlamentare, unë besoj që nuk është opsion. Zgjedhja e presidentit është detyrë kushtetuese e të zgjedhurve të popullit. Kjo kërkon vullnet për zgjidhje, gatishmëri për kompromis dhe vendime jo të lehta. Ne e dimë që nuk ka parti që mund të pretendoj se i fiton 80 e më shumë deputet. Andaj duhet të pranohet rezultati i zgjedhjeve dhe nga ato pozicione të zhvillohen diskutime të sinqerta e të arsyeshme në interesin më të mirë për vendin tonë. Ne jemi të hapur për zgjidhje e cila i përgjigjet vullnetit qytetar. Shteti ynë ka nevojë për stabilitet institucional, veçmas në këtë kohë të trazuar nga zhvillimet e tensionet gjeopolitike. Por përtej kësaj ka nevojë për një stabilitet dhe parashikueshmëri, sepse qytetarët kanë bërë zgjedhjen e tyre me 28 dhjetor, pra para vetëm 113 ditësh. Qytetarët votuan për 4 vjet dhe në përputhje me vullnetin e tyre, së shpejti do ta sjellim për miratim programin qeverisës 2026-2030. Jemi të bindur që një cikël i ri zgjedhor nuk sjell ndryshime të mëdha në rezultat, por mund t'i vonoj punët e mira dhe të na humbas mundësi e fonde, si dhe të krijoj shpenzime të tjera të panevojshme, duke filluar nga së paku 10 milion euro për KQZ.